Durimi, o gjinderuar, ngjan nganjëherë një fjalë shumë e varfër, shumë e dobët përballë, po themi, madhështisë kuptimore që ka. Si është në referencë fetare kjo fjalë? Si paraqitet? Unë, nëse më lejohet, desha më lidh me psikologun, për shkak se durimi, sipas psikologjisë, kjo ajo çka e tha kë. Mirë po, durimi sipas fesë tonë islame dhe sipas Kur'anit dhe hadithet pejgamberit alayhis salam, kem dy lloj durime. Ndërlidhna me fjalën e psikologët, durimi i parë është durimi që bën për hatër të Zotit. Dhe në këtë pikë, edhe nëse ty të bjen keq kur duron, bën sabër dhe jep tjetrit përparësi, ani pse e din që ai është gabim dhe ti në të vërtetën, po e lën për hatër të Zotit Dhul Xhelal, paguhesh dy herë. Pe Zotit Dhul Xhelal. Allah i të pagun për shkak se i dhe përparësi atij dhe e dyta që ke bën sabër. Sabri i dytë, durimi i dytë është kur nuk ki tjetër zgjedhje, s'ki qare, përndryshe nuk ishe bë durim. Në këta nuk ki shpërblim. Unë këte nuk ki shpërblim. Tu dha mundësia, e praktikon, e jep. Masi s'po dhatë mundësia, atëherë thu po duroj. Kjo edhe mënyrë etike, edhe mënyrë edukative, nuk ka rezultat. Rase ti e lën njëherë për Zotin, atëherë je mësuti me lën për Zotin. Rase e lën që nuk i mundësi, momentin që të vjen shansi, dyti ki me ba. Nuk bën sabër, e kryn. Dhe kjo nuk është edukative, nuk është shumë arsimore në trupin tënë dhe nuk e mësën vetë tënë e ti me duru. Njeriu për me duru duhet me qenë shumë i shkollum. Shumë i shkollum. Për këtë arsye, i madh i Zot Dhul Xhelal ka thënë: "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allahu i ngrit ata njerëz të cilët mësojnë, lexojnë din. Dhe njeriu kur din, kur lexon, kur është i shkollum, e din që duhet me bë sabër. E din që duhet me pas lidhje farefisnore, e din që me të afërmit e tij duhet me pas sabër, me rrethin ku jeton dhe me çdo njeri që takohet duhet me pas sabër, duhet me pas durim. Spari duhet me mësu, edhe Zoti ka thënë në Kur'an: "Fa'lam annahu la ilaha illa Allah", dije ka thënë, mas pari dije, dituri, dije që Zoti është një. "Fa'lam annahu la ilaha illa Allah", dije që Zoti është një dhe s'ka zot tjetër përveç tij. Në start është dituria, në start. Dhe pas diturisë vjen sabri, vjen gjitha ato edukata, mirëqenia, lidhjet farefisnore, feja, gjitha këtu sene vjen masi që të din. Neve na duhet një njeri i cili është i mirë dhe është për të tjerët i mirë, për veten e vet dhe për të tjerët. Neve nuk na duhet si shoqëri shqiptare në njeri që është i mirë vetëm për veten e vet. Sa nuk i duhet kësaj shoqërie. Neve na vjen një njeri i cili është i përmirësuar për veten e vet dhe i përmirëson të tjerët. Bën sabër për veti dhe i mëson të tjerët me bë sabër. Është i dishëm për veti dhe i mëson të tjerët me bë të dishëm, me mësu, me lexu. Dhe këta neve na nevojiten. Këta njerëz janë sikur se shiu për tokën. E ngjall tokën shiu. Dhe njeriu i dishëm për marr. Ka dishëm që janë edhe për sherr. Po folën për njerëz, për popull, për qytetar, një dituri të mirëfillt, e cila duhet me pas edhe unë hajr për asaj diturie. Këtë që përmendi këtë kategorinë, ka të ditur por për kështu mos vjen dhe kjo nga raporti jo i drejt me durimin? Ka të dishëm, për shembull, ti mundesh me gjetë një njeri që është i dishëm dhe shumë i shkolluar për me vjedh. Është i dishëm po është për prap. Edhe kjo ka të bëjë me durimin ose me mos durimin, e Kjo ka të bëjë për mos durimin, se si ti vjen shansa ai vjedh me ne. Mirë. Po.